A e kish fitu Riku Slamniku Big Brotherin qofse i shkon banor në Big Brother të Kosovës, e jo në Big të Shqipërisë. Big Brother VIP Albania 4 solli një tjetër eliminim surprizë në spektaklin e së shtunës, ku këngëtari i ri Riki Slamniku u largua nga gara pas vetëm 4 ditësh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në një televotim të hapur gjatë spektaklit, ku të gjithë banorët, pra 19 banorë, ishin të nominuar, Riku ishte ai eliminuari i dyti mbrëmjes, pas Tiri Gjocit, i cili u largua më herët. Pavarësisht qëndrimit të tij të shkurtër, Riki nga Kosova arriti të lënë një përshtypje të mirë brenda shtëpisë, duke krijuar lidhje me disa prej banorëve dhe duke sjellë një energji të re në format. Megjithatë, publiku vendosi që rrugtimi i tij të përfundonte shumë shpejt. Eliminimi i tij shkaktoi reagime të ndryshme në rrjetet sociale, ku fansat shprehën zhgënjimin e tyre për largimin e parakohshëm të këngëtarit të ri. Me të thënë drejtën, Riki nuk është që ka pas ndaj lojë ose nuk ka pas debate të ashpërta me banorët, se për audiencën në Shqipëri, qofse nuk ta shohin të dalë damari në qafë të bërtit, nuk cilësojnë si lojtar të fortë, ose edhe qofse nuk krijon një lidhje për ta, je thjesht një banor koti. Tu e marë parasysh rrugtimin e Rikut, që ke shumë i shkurt, vetëm 4 ditor, në rrjetet sociale është komentuar si djalë shumë i mirë, i sjellshëm dhe që ka dhënë një atmosferë kogja të mirë me zanin e tij. Në Shqipëri nuk vlerësohet sa djalë i mirë je, sa i edukum je, a këtu te na në Kosovë, do me thonë që nja 2 vjet ishe në finale tu votu do banor që nuk kanë folë 3 muj. As nuk kanë bën ai farë loje interesante për publikun, ama krejt thojnë jo se djali i mirë ose jo se çike mirë e meriton me shku në finale. Po tani më e keqja është që kur po shkojnë në finale, veç kur pishet u thirr emri këtyre djemve të mirë të edukum, e lum familja që i ka, tu e fitu çmimin e madh, ama show s'kan bën. Këtu do me thonë, kemi 2 lloje të audiencave që e shohim një format si Bigu. Për shembull, në Shqipëri votohen banorët që krijojnë dinamika, ka një strategji të lojës dhe dorën zemër e tregojnë veten 360 shkallë. Ama djemtë e mirë e burrat e mirë në Big Brother të Shqipërisë nuk shkojnë larg valla hiç. Tash, me këshyr hall, qose Riku i shkon në Big të Kosovës, të garantuar me kish pas finalen, pa u mendu 2 herë se djali i mirë i edukum mu knaq të e një zonën e tij po.